Pas shqetësimeve të ngritura në opinion lidhur me zhvillimet gjatë procesit të verifikimit të rezultateve në qendrën komunale të numërimit në komunën e Mitrovicës së Jugut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka sqaruar se bazuar në informatat e pranuara nga komisionet komunale të zgjedhjeve në Gjakovë dhe Mitrovicë të Jugut, është konstatuar se në disa prej dengjeve të flet votimeve ka ndodhur një gabim në shtypjen e njërit prej elementeve të flet votimit, konkretisht në kodin e vendvotimit. Në lidhje me këto çështje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komunikuar me kompaninë përgjegjëse për shtypjen e flet votimeve, e cila ka pranuar mundësinë që gabimi të ketë ndodhur në printerin mekanik që vulos të dhënat variabile. Kompania ka konfirmuar se në ditët në vijim do të përgatisë sqarim zyrtar lidhur me këtë rast. Është me rëndësi të theksohet se numri i përgjithshëm i flet votimeve të shtypura është evidentuar sakt. Për më tepër për secilin vend votim, flet votimet të shtypura kanë numra serik të shënuar në pjesët am të flet votimeve, të cilat përputhen plotësisht me numrin e flet votimeve të pranuara dhe të verifikuara deri më tani në qendrën komunale të Mitrovicës së Jugut dhe Gjakovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka siguruar publikun, votuesit dhe të gjithë akterët e përfshirë në procesin zgjedhor se ky gabim teknik nuk ndikon në asnjë mënyrë në integritetin e procesit të votimit apo të numërimit të votave, pasi flet votimet përmbajnë elemente të shumta sigurie që garantojnë se ato nuk mund të falsifikohen apo kopjohen. Ndërkohë, Prokuroria Themelore në Mitrovicë bëri të ditur se ka urdhëruar rifillimin e numërimit të votave në qendrën e numërimit në Mitrovicë, pasi e ndërpreu atë në ndyshimet për manipulim. Kujtojmë se dje komisionerët e PDK-s gjatë procesit të numërimit kanë vërejtur parregullsi si flet votime me një numër serik të caktuar që u takoni një klasë votimi janë gjetur në një klasë tjetër, madje edhe qendra të tjera votimi. Prandaj ata kanë alarmuar menjëherë organet e rendit.